Gjithçka për gjithçka luhet sot në sallën olimpike Feti Borova në ndeshjen e tretë të grupit të raundit paraliminator të UEFA Futsal Champions League. Tirana përballë kampionës së Bosnjë-Hercegovinës Radnik Bielinja. Bielinja vjen nga fitoria 16-2 me Spartën e Belfastit, ndërkohë që Tirana ka fituar 7-3 me Spartën e Belfastit. Ka munguar në këtë raund kampionja Walesit Cefn Druic dhe Tiranës i duhet me dojë mos fitoria sot për të shkuar në raundin tjetër, atje ku fituesja e grupit do të jetë në grupin e Pëlzenit të Republikës së Çekisë, pra me kampionën e Çekisë, kampionën e Danimarkës dhe fituesën e grupit A të raundit paraliminator me 24-29 tetor. Ndërkohë për bosnjakët mjafton edhe barazimi, kjo për shkak të goleverazhit që kanë 16-2 përpara kësaj ndeshje dhe Tirana 7-3, kurse Tirana nuk ka rezultat tjetër veç se fitores përballë bosnjakëve. Tirana luan sot me Da Silva, Kelmendi, Pishtani, kapiteni skuadrës Kaca dhe Tahiri, në solën e rezervave Koqiu, Jetmir Gashi, Kemal Gashi, Kosova, Doçi, Mërtiri, Jonuzi, Mezini dhe Muça, trajneri skuadrës Andrea Kola dhe Artur Angoni. Përgjigjen bosnjakët me portieri Ruzicic, më pas Pavlovic, Arnautovic, Marinkovic dhe kapiteni skuadrës Pavic, në solën e rezervave Pejic, Oxhakic, Emir Hoxhic, Trifkovic, Jovic, Milkovic, Markovic, Semir Hoxhic dhe Rakic, trajneri skuadrës Marin Korluka. Drejton ndeshjen Jan Kresa nga Republika e Çekisë, Kniaz Amiraslanov nga Azerbajxhani, arbitri i tretë Zviat Bliadze nga Gjeorgjia, kombajtës Albano Stolaj, vëzhguesi i UEFA-s Stefan Tivolt nga Slovenia dhe delegati UEFA-s Joao Roca nga Portugalia. Ndërkohë, ka nisur me një herë me sulm skuadra bosnjake. Një top që përfundon në goditje këndi për bosnjakët. Është goditja e parë për Radnik Bielinja. Një skuadër që luan me 5 lojtarë, atje ku merr pjesë edhe portieri Ruzicic. Më pas Arnautovic, Ruzicic. Kjo goditja numri 2 Pavlovic. Rival jancore për Tiranë. Emir Pishtani. Më pas Da Silva. Luhet me numri 11 Tahiri. Kaca. Edhe një tjetër Pishtani. Kelmendi. Autori 2 goleve në ndeshje me Spartën e Belfastit. Kaca. Zjatet Ruzicic. Ruzicic. Arnautovic. Luan presingu Tirana. Nuk arrin ta zotroj topin Pavic, kapiteni skuadrës. Kemi mbërritur në minutën e dytë rivën janësore për Tirana. Kelmendi. Kaca. Pishtani. E gabon në pasimin e tij, provon pikërisht numri 9 Marinkovic, jashtë kuadratit të portës së mbrojtur nga Da Silva. Da Silva. I marrin edhe një topin në bosnjakët. Arnautovic. Ruzicic. Ruzicic. Niset me shpejtësi për të si ka të kënduarit bosnjak. Arnautovic. Pavlovic. Arnautovic. Goditje këndi e dyta për Radnik Bielinja. Ruzicic. Ruzicic edhe një herë tjetër në mezin e fushës. Qarkullon topin sikur të ishte me 5 lojtarë skuadra bosnjake. Goditja e numrit 10 Pavic. Ruzicic vjen me shpejtësi portieri i
Radnik Bielinja nga rreth i mesit fushës për të mbrojtur Katër Gëndorin në një mundësi të goditjes së Tiranës nga porta në port. Disi e rrezikshme kjo strategji e bosnjakëve, por Ruzicic, Pavlovic, edhe një herë tjetër Ruzicic, numri 10 Pavic mbi trahun e portës. Da Silva, Kelmendi, gabon në pasim Pishtani, më pas niset numri 6 Arnautovic, ndërhyrja e Da Silvas, ndërkohë këshillohet njëri nga lojtarët e Tiranës. Është Kelmendi. Ruzicic, Arnautovic, edhe një Ruzicic, kombinimet e ngushta Pavlovic, e shkurtra me pas Pavic, Ruzicic, Pavlovic, derisa gjendet që pozicioni goditjes provon në 11 Tahiri, nuk ka shënjesë e dur dhe Ruzicic, Arnautovic, krijon zonën e goditjes, megjithatë kthehet pas tek Pavlovic. Arnautovic, Pavlovic, përsëri Arnautovic në pozicion diagonal për mbi trahun e portës së Tiranës. Lëvënie fundore përpara dhe blut. Da Silva me topin e gjatë për Tahirin. Kthehet pas Kaca. Tahiri. Përsëri Kaca. Kelmendi dhe numri 10 Pavic. Pavlovic kthehet në pozicionin e tyre fillestar lojtarët bosnjak. Ruzicic, Arnautovic, Pavlovic, Arnautovic, Ruzicic, Pavic kërkon pasimin dhe goli i parë për bosnjakët në vija fatale të portës, kanë kaluar në avantazh. Realizon numri 9 pra Marinkovic. Në minutën e 4 Radnik Bielinja ka kaluar në avantazh. E kërkojnë faull bosnjakët në atë dy luftim me të Kemal Gashit me Arnautovic. E Marinkovic ka dhe përplasje individuale midis Marinkovic, autorit golit, dhe Kemal Gashit. Kemal Gashi, Mezini, Kemal Gashi në këtë top të gjatë, Ruzicic ka dalë nga zona e tij. Arnautovic, Marinkovic, Pavlovic, përsi Arnautovic lirohet nga mulimi, por pret Da Silva. Arnautovic, Mezini dhe 1-1. Mezini dhe 1-1 në minutën e 6 ka barazuar Tirana. Pra Marinkovic në minutën e 4, Mezini në minutën e 6 dhe barazim 1-1. Arnautovic, Pavlovic, përsëri Ruzicic, Arnautovic, Pavlovic, ja goli i dytë
Goli i dytë për bosnjakët, shënon Pavlovic në shtyllën e majtë pingullet të Tiranës, atje ku Da Silva nuk mund të azotroj. 2-1 për Radnik Bielinja. Pavlovic. Arnautovic. Pavlovic, Arnautovic. Kombinimet e shpesha midis të dyve, Ruzicic. Ruzicic, Arnautovic. Pavlovic. Nuk e humbin durimin në pasimet e tyre, Pavlovic. Kërkojnë në thellësit pranë shtyllës së dytë, numër 22. Rakic, më fali. E kthehet në peshën e parë tash për skuadrën bosnjake. Pavic nuk arrin të azotrojë topin e Arnautovic. Kemal Ligashi. Pavlovic. Ruzicic. Përsëri Pavlovic. Ruzicic. Rivënjansore për Tirana. Është ndër të radhët kundërshtar Radnik Bielinja, të paktën në 3 edicione që janë zhvilluar në sallën olimpike Feti Borovo, që merr përsipër dhe ka sigurinë për të luajtur në sulm me 5 lojtarë, duke përfshirë dhe portierin. Zakonisht luhet me lojtarin fluturues në momentet kur nuk ke çfarë humb dhe je në dizavantazh të 1 apo 2 gol. Por bosnjakët e aplikojnë që në momentin e parë. Ruzicic, siç është në këtë vendosje sulmi. Arnautovic. Pretendojnë për goditje këndi bosnjakët. Jemi në minutën e 7. Tahiri. Ka përballë Arnautovic, Tahiri. Faul i parë i bosnjakëve. Shkaktuar nga numri 7 Emir Hoxhić. Ndërkohë këshillohet Emir Hoxhić. Në shojmë që se do të ekzekutoj këtë goditje dënimi Tirana. Goditja Ruzicic dhe goditje këndi për Tirana. Kelmendi. Kaca. Ka përballë dhe Emir Hoxhić, përgjati është e fundit. Rivënjansore për bardhë e blut. Pishtani. Më pas Tahiri. Edhe njërë tjetër Pishtani. Da Silva. Kërkon topin e gjatë. E Kaca pasaj fluturinti në gjysmë rafeshat. Por ja skuadratet e portës së mbrojtën nga Ruzicic për ka pretenduar për faul Tahiri. I pa dhënë. Prekja fundit e Emir Hoxhić, tjetër i vënjansor për Tiranë. Kaca. Tahiri. Përsëri Tahiri. Nuk arrin Kelmendi tek topi. Rivënja fundore për tash bosnjakët e Radnik Bielinja. Ruzicic. Ishte Tahiri, pasoj Kelmendi. Ka presingun e Arnautovic, Emir Hoxhić. Jemi në minutën e 8 takimit. 2-1 për Radnik Bielinja. Marinkovic në minutën e 4, Mezi në minutën e 6, Pavlovic në minutën e 6, në një fraksion të shkurtër sekondash
janë kryer të 2 golet. Kjo goditje Pavlovic dhe afrohet në numër 20 Semir Hoxhić pranë shtyllës së dytë. Por vetëm rivënie fullore për Tiranën. Që nis nga Da Silva, pasaj Tahiri. Edhe njërë Tahiri. Pavlovic, rivënie altësore për Tiranën. Da Silva me iniciativën t'i bashkohet sulmit Bardhë Blu. E blokon Ruzicic në 2 kohë, ka përplasje me Tahir, ka faul. Shohim vendimin. Faul i parë i Tiranës. Ruzicic, Arnautovic, Pavlovic, Arnautovic, Ruzicic, edhe njërë tjetër Ruzicic. Arnautovic, rivënie altësore për bosnjakët. Ruzicic, Pavlovic, Arnautovic. Pasimet e shpeshta, Arnautovic nuk ka shënjë se duhen vetëm rivënie fundore. Ka vështirësi Tirana për të dalë përpara. Pishta ishte Kelmendi, rivënie altësore për Tiranë. Kaca. Jashtë goditja e numrit 8, Jonuzi. Gjithçka nga Ruzicic. Jemi thuajse në mesin e pjesës së parë, pa Marinkovic dhe faul. Faul i numrit ka dhe tensionin midis Marinkovicit dhe njëri prej lojtarëve të Tiranës. Faul i 2 shkaktuar nga Tirana. Minuta 27 sekonda kanë mbetur deri në përfundim të pjesës së parë. Pavlovic, Ruzicic e mban gjatë gjithë kohës të mbërthyer në zonën e vet Tiranës në skuadrën bosnjake. Pavlovic, Arnautovic, godet Marinkovic. Nisë Tirana me njëherë. Jashtë kjo përpjekje nga porta në portë e Jonuzit mund të kisha bërë dhe më mirë në atë shënjesër. Arnautovic, Ruzicic, Arnautovic, Ruzicic, Da Silva që zotron më pas Marinkovic, rivënie altësore për Tiranë, për Radnik Bielinja. Arnautovic,
Përsëri Arnautovic. Goditja Pavlovic mbi traun e portës Da Silva. Do ta nisi më shpejt topin. Jetmir Gashi. Marinkovic. Ruzicic. Nuk kuptohet Arnautovici me numrin 5. Odzakid. Odzakilic. Junuzi. Faul. Shojmë vendimin. Faul. Faul i dytë shkaktuar nga bosnjakët. 2-2 faullat. Jemi në minutën 11 të pjesës së parë. Mejzini bëhet gati të godas, Mejzini, Duarte Ruzicic, e godit e këndi për Tiranë. Mejzini. Më pas Kemal Gashi, përsëri Mejzini. Da Silva. Kemal Gashi. Arnautovic. Marinkovic. Marinkovic në duel shpejtësie me Jonuzin, pret Da Silva. E largon topin, pasaj Kemal Gashi, rivënjancore për Radnik Bielinja. Ruzicic. Ruzicic, Odzakilic. Odzakilic nga porta në port, blokon pasaj dhe Ruzicic nisë edhe njërë tjetër ofensivë skuadrën bosnjake. Ruzicic. Odzakilic. Goditja. Largon Mejzini, provoj edhe njërë tjetër të gjente rjetër Marinkovic. Ndërhyrë Odzakilic, faul i tretë shkaktuar nga bosnjakët. Ka edhe karton të verdhë për numrin 5 Odzakilic. Kaca. Kelmendi, goditje e këndi. Kaca, por blokon Arnautovic. Janë edhe 7 minuta 45 sekonda dhe në përfundim të pjesës parë, gjithnjë 2-1 për bosnjakët e Radnik Bielinja. Marinkovic. Ka dhe të luftime të ashpra, u përpoj që Rakic të nëzirë për para skuadrën. Rivënjansori për Tiranë. Marinkovic. Topi për Milkovic. Ruzicic.
Dhe kjo goditje Marinkovic vetëm jashtë rivënje fundore për Tiranë. Da Silva. Arnautovic, Marinkovic. E kërkoj pasimin për numrin 22 Rakic, kur mund godise vetë rivali alçore për Radnik Bielinja. Arnautovic. Ruzikic. Arnautovic. Edhe njërë tjetër portieri bosnjakëve Arnautovic. Në shtyllë dytë godet Rakic, grushton Da Silva, godit e këndi për bosnjakët. Ndërkohë kërkohet edhe fshirja e parketit. Si një lloj frymare, ndërsa kanë mbetur 6 minuta 50 sekondë deri në përfundim të pjesës së parë, pra ndeshja e tretë e grupit H në raundin paraeliminator të UEFA Futsal Champions League. Sezoni 3 që zhvillohet në sallën olimpike Feti Borova, sezoni 3 që vjen drejt për drejtë në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Ashtu si një mori aktivitetesh të futbollit të sallës. Rinis gjithçka me këtë goditje këndi. Ruzikic. Përsëri Ruzikic. Arnautovic. Ruzikic. Luat me shpejtësi topi. Pravon dhe numri 13 Milkovic. Ruzikic, Arnautovic. Blokon lojtarët e Tiranës që i vënë janësore për bosnjakët. Arnautovic. Milkovic. Përsëri Ruzikic. Numri 10 Pavic, Arnautovic. Pavic, Arnautovic. Gabon Ruzikic. E vjen në këtë moment pushimi i kërkuar nga Tirana, nga një pushim në dispozicion trajnerët të dy skuadrave në çdo pjesë loje. Rikthehemi nga fusha në fushën e lojës pas pushimit të Tiranës. Kaca. Përsëri Kaca. Pas dhe Tahiri Da Silva. Topi i gjatë për Kelmendin, ndërhyrja e fundit e numrit 7 Otzakic, goditje këndi për Tiranë. Goditja e Pishtani, rivënje fundore për Tiranë, për Radnik Bielinja. Ndërkohë, ka ndalur lojën gjyqtari tjetër për plasje midis Marinkovic
dhe ka pushimin jetë mirë Gashi. Luhet shumë me duar midis të dyve. Marinkovic ishte me Kelmendit, Marinkovic, më pas Pavlovic, rival janësore për Tiranë. Tahiri, Da Silva, Marinkovic, Pavic, Rusicic, Pavlovic, Rusicic, Arnautovic, Rusicic, Marinkovic pretendon për preke të topit me dorë nga Kelmendi, por nuk janë të këtij mendimi gjyqtar. Kemi goditje këndi për Radnik Bjelina, Rusicic, Arnautovic, tjetër devijim topi nga Kaca, tjetër goditje këndi për Radnik Bjelina. Rusicic, Arnautovic, Rusicic, Pavic dhe Pavlovic, e prekja fundit e Marinkovic dhe 3-1 në minutën e 16. Do ja shohim edhe një herë nga përsëritja, por prekja fundit është e Marinkovic. Pra 3-1 për Radnik Bjelina. Gjithnjë më pranë suksesit të skuadra bosnjake. Thuajse ka mbajtur të gjatë gjithë kohës të mbërthyer në zonën e vet Tiranën me atë variantin e luajtjes me 5 lojtar, me pasime me durim dhe goditja tjerë kur duhet. Mezini. Arnautovic në prekje në fundit. Rival janësor për Tiranë. Da Silva. Mezini. Ky sulmi Tiranë dhe goli i dytë ka shënuar Kemal Gashi në minutën e 17, 3-2. Pra 3-2, gjithmonë përpjekje për të rihapur rezultatin skuadra e Andrea Kolës dhe Artur Angonit. Arnautovic. Pavic, goditje këndi. Janë shumë të rrezikshëm në parasimet horizontale tokës i lojtarët bosnjak. E kërkon gjithmonë pranë shtyllës pingullit dhe vijës fatale Marinkovic. Pavic, Rusicic, Pavlovic, Arnautovic, Pavic, godet Pavlovic, largon topin skuadra bardhë dhe blu, rival janësore për bosnjakët. Arnautovic, Rusicic, Pavic, Pavlovic, Marinkovic, ka nis me një herë Da Silva,
Tentoj goditjen fluturim, thi nga porta në port, por vetëm rivënie fundore për bosnjakët. Arnautovic. E kërkon faull Marinkovic në dy luftimin me Kemal Gashin. Ka protesta dhe nga bankina. Pra tham janë Kresta dhe Amir Aslanov i Azerbajxhanit gjyqtar. Vazhdon të protestoj Korluka tek gjyqtari i tretë Gjorgjani Bliazë. Jetmir Gashi. Ruzicic. Arnautovic. Prekja fundit e Mejzinit. Rivën jansore për Radnik Bielina. Ruzicic. Arnautovic, Pavlovic, Ruzicic. Marinkovic. Pavlovic. Arnautovic. Rivën jansore. Pavlovic. Arnautovic, Pavlovic. Dhe nuk arrin Pavic tek shtylla e Majt Pingule e Portës Tiranës. Pra në shtyllën e dytë. Edhe një herë tjetër, një farë frymëmarrje me këtë fshirje parketi. Da Silva. Ndërhyn Arnautovic, rivën jansore për Tiranë. Kaca, Da Silva, më pas edhe numri 11 Tahiri për sëri Kaca. Tani po mundohet të qarkulloj topin në zonat të ngushta Tirana derisa gjej pozicionin e goditjes. Kelmendi. Tahiri duhet nxitoj Tirana. Nuk ka më kohë, kanë mbetur rreth 1 minutë e 30 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kaca. Edhe njërë tjetër Kaca. Tahiri. Rrezikon me këtë top. Gati sa nuk e çoi në portën e vet. Kaca. Kaca. Më pas Da Silva. Tahiri. Blokon Arnautovic. Në këtë dalje të shpejt me gjithë atë Pishtani. Kelmendi. Rivël jelësore. Kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës parë. Kaca. E merr topin Arnautovic, e ka mbarë Pishtanit, por vetëm rivël jansore për Tiranë. Kaca. Edhe një Kaca. Më pas dhe Tahir, por provon Pavlovic. Vetëm nuk ka shënjës dur, rivënie fundore për Tiranë. Mund të bënte dëm Pavlovic në atë moment. Da Silva. Kelmendi. Tahiri në diagonale, por vetëm jashtë.
Rivënje fundore për Radnik Bjelina. Ruzicic, dërë kacës në Marinkovic kërkon tjetër faul, numri 9 i Bosnjakëve. Da Silva. Kelmendi. Dërë Arnautovic, rivënjënësore për Radnik Bjelina. Da Silva. E rivënje fundore. E pritet vetëm rënja e gongut për se mbylljen e pjesës parë. Jemi në avantazhin 3-2 të Radnik Bjelinës. Marinkovic në minutën e 4:16, Mejzini në minutën e 6, Pavlovic në minutën e 6 dhe Kemal Gashi në minutën e 17 janë autorët e këtyre goleve në pjesën e parë. Kjo këtitje Arnautovic ka ardhur për shëllima e fundit, mbyllet pjesa e parë, 3-2 për Radnik Bjelinën, 15 minuta pushim dhe më pas do t'jemi përsëri në transmetim me pjesën e dytë të ndeshjes Tirana Radnik Bjelina.
Përshëndetje edhe një herë të nderuar televizionistë të radio televizion shqiptar, jemi në prag të startit të pjesës së dytë të ndeshjes Tirana Radnik Bielina. Pjesa e parë ka përfunduar 3-2 për skuadrën bosnjake dhe ka ardhur në këtë moment vëshëllima e Kresës dhe Aslamanov. Da Silva. Prekja fundit e Arnautovic, riveniancore për Tiranë. Kaca. Da Silva. Kaca. Po përpiqet pra Tirana, kemi theksuar dhe gjatë pjesës së parë të luajë me armët e bosnjakëve. Nuk ka se çfarë humbas. Fitoria është i vetmi rezultat që u kualifikon. Kaca. Edhe njërë tjetër Kaca në këtë diagonale për vetëm rivënje fundore për Radnik Bielina. Marinkovic në dy luftim me Kelmendit. Ndërkohë rivënje anësore për bosnjakët. Arnautovic. Ruzicic. Ruzicic. Arnautovic. Pavlovic. Përsëri Ruzicic, Arnautovic. Edhe numri 22 Rakic. Pavlovic. Arnautovic. Ruzicic. Arnautovic. Qarkullon topi skuadra bosnjake të kërkohet një pasimi në thellësi për numrin 22 Rakic. Pavlovic. Por vetëm rivënje fundore për Tiranën. Da Silva. Për presikun lartë të Radnik Bielina, me gjithë të është liruar për një qas nga mbulimi Tahiri dhe vjen me shpejtësi Ruzicic për të larguar topin e rivënje anësore për Tiranë. Pranë zonës bosnjake. Jemi në minutën 22 takimit. Gjithë 3-2 për Radnik Bielina. Kelmendi, Tahiri, përsëri Kelmendi, Pishtani, Kelmendi, ndoshta, por blokohet në momentin e dur, Pavlovic. Ishte Rakic pra që provoj të gjente zonën e goditjes nga porta në portë, Ruzicic. Arnautovic. Ruzicic. Pavlovic. Marinkovic dhe goli 4 për bosnjakët në minutën e 3, pra në minutën e 23. Ka shënuar golin e 4 të Radnik Bielina, 3 golësh i Marinkovic. Marinkovic në minutën e 4, 16 dhe 23, Pavlovic në minutën e 6 për bosnjakët, për Tiranë Mezini në minutën e 6 dhe Kemal Gaci në minutën e 17. Mezini, Da Silva. Jetmir Gaci. Më pas edhe Kemal Gaci, autori golit 2 të Tiranës, Jonuzi. Jonuzi në këtë shpërthim në krahun e Djath, sjatet me këmbë për Ruzicic, godit e këndi për Tiranë. Ndërkohë niset me shpejtësi Pavlovic, Arnautovic.
e qëson për një farë momenti dhe sa të lidhet e gjithë skuadra. Pavlović, Arnautović, Ruzicic, përsëri Ruzicic, Pavlović, Arnautović, Pavlović dhe largon Da Silva. Kemal Gashi. Edhe një herë tjetër topi në zotrimin e skuadrës bosnjake. Arnautović, Ruzicic. Vjen edhe numri 7, Emir Hoxhić, por nuk kuptohet me lojtarët e tjerë, kështu që kemi rivënie anësore për Tiranën, ndërsa kemi mbritur në minutën e 24 takimit. 4-2 për Radnik Bielinja. Rivënie anësore për bosnjakët. Ruzicic. Ishte në 10 Pavić, ndërkohë ka një vëshëllim rivënie anësore për bosnjakët. Por ka faul pra faul i parë i Tiranës në pjesën e dytë. Ka ardhur vëshëllima, Arnautović, Pavlović, blokohet, rivënie anësore për bosnjakët. Pavlović, Arnautović, Pavlović, Ruzicic, përsëri Arnautović, edhe njërë numri 10 Pavić, luan me peshën e parë skuadra bosnjake. Ndërhyn Da Silva në goditjen e Arnautović. Goditja këndi për Radnik Bielin. Ruzicic. Tenton dhe bën sikur të godas. Pavlović. Pavić. Pavlović. Pavić. Marinković, më të vështirë në shtyllën e dytë, vetëm rivënie anësore, por për bosnjakët ka prekje të topit nga bardhë blut. Kërkohet edhe një herë. Ka ardhur vëshëllima, nis gjithçka me këtë rivënie anësore. Pavić, Ruzicic, Pavlović, Arnautović, edhe një herë tjetër Ruzicic, Pavić, goditja Pavlović, Marinković, ndërhyn Da Silva në momentin e fundit, përpiqet të dalë në kundërshtim Tirana, ndërhyrja Pavić, Ruzicic, Pavlović, Arnautović, Pavić, përsëri Pavlović, Arnautović, Ruzicic, Pavić, Marinković, Pavlović, ndërhyn Mezini, edhe Jetmir Gashi, me largon me këmbë Ruzicic, Pavić, Arnautović, e largon Ruzicic, por ndërkohë ka pretendime dhe protesta nga trajnerët e Tiranës, Andrea Kola dhe Artur Angoni. Rivënie anësore për bardhë blut. Kemal Gashi,
Da Silva. Përsëri Da Silva, por nuk mund ta kap topin. Topi i kthyer nga pjesa tjetër e skuadrës. Kemal Gashi. Eri vënjellësore. Ka nisur loja. Jemi në minutën 26 takimit dhe 14 minuta deri në përfundim. Rusicic, Arnautovic, më pas edhe numri 13, Miljkovic, pra në golit të 5 skuadrën bosnjake vetëm rivënje fundore. Da Silva. Kelmendi. Edhe njërë tjetër Kelmendi. Pishtani. Ndërja fundit e njërit për lojtarëve bosnjak, topin në duart e Rusicic. Faul i Kelmendit, i Pishtanit, më fali. Dhe kartoni verdh për Pishtani. Barazot numri kartonave në 1-1. Në pjesën e parë është ndërshkuar Ozaklic, e tani Kelmendi, Pishtani. Arnautovic, Marinkovic, goditja Arnautovic, jashtë kuadratit të portës së mbrojtur nga Da Silva që nis topin e gjatë, Rusicic. Arnautovic. Është ngatruar me këmbët e tij numri 20 Semir Hoxhić. Arnautovic, Marinkovic ndërhyn Da Silva. Arnautovic, Rusicic, me kokë e Semir Hoxhić. Arnautovic. Përpiqet edhe numri 20 Semir Hoxhić. Pishtani ndërhyn Arnautovic. Ka marrë një farë nervozizmi loja në këto momente, një farë tensioni. Është natyrshme edhe për shkak të asaj që Tirana është thuajse në prag të skualifikimit. Provon Kaca. Ndërkohë përplasje mbi Disti dhe Pavlovic, këmbë gjuhë me gjuhë. Janë ndërtuar të dy lojtarët. Ndërkohë kërkohet edhe ndihma e stafit mjekësor. Pra ka qenë Arnautovic dhe Kaca. Ndërkohë Kaca është ngritur, shohim lojtarin bosnjak. Katër me 2 për Radnik Bjelin. Dy fallat shkaktuar nga Tirana në pjesën e parë. Është ngritur Arnautovic. Largohet me ndihmën e stafit mjekësor.
Në lojë Pavlović. Ka nisur loja. Pavlović. Ruzicic. Semirovic, Marinkovic dhe 5-2 në minutën e 28, 4 gola të numrit 9 të Radnik Bielinës. Pra, Marinkovic në minutën e 4, 16-23-28 dhe Pavlović në minutën e 6 për Radnik Bielinën, ndërkohë Mezini në minutën e 6 dhe Kemal Gashi në minutën e 17. E shohim edhe një herë nga përsëritja 5-2 për Radnik Bielina, 4 gola për numrin 9 Mirko Marinkovic. Tashme gjithçka bëhet edhe më vështirë për skuadrën e Tiranës. 3 faulla për Tiranën. Ruzicic. Pavlović. Ruzicic. Topi për numër 22 Rakic. Numër 13 Milkovic. Pavlović. Përpiqet edhe numër 7 Emir Hoxhić. Ka rivonjancore për Radnik Bielinë. Ruzicic, Pavlović, Milkovic, përsëri Ruzicic, Rakic. Dion Çako bëhet topin skuadra bosnjake. Pavlović, Milkovic, Ruzicic, Pavlović. Ndërhyrja e Mezinit rivonjancore për bosnjakët. Kjo përpjekje godit e këndi. Përpiqet Rakic ta çojë topin në shtyllën e dytë të portës së Tiranës. Rakic. Ruzicic. Rakic, tjetër godit e këndi, topi që është devijuar nga Kemal Gashi. Ruzicic, Rakic, vjen kjo goditje e Pavlović, ka larguar Da Silva Mezini. Mezini ka fuqësi për të dalë në sulm. Rivonjancore për Tiranën, kundërshton Rakic. Kemal Gashi. Bën presingu Rakic, rivolje fundore për Tiranë. Ndërkohë, kërkohet edhe një herë punëtori i fushës.
Ka një pauzë, ndërsa jemi në mesin e pjesës së dytë, 5-2 për Radnik Bielin. Ka nisur loja, Da Silva. Pavlović, Rusicic, Rakic. Merr topin Mezini. Yunusi. Kemal Gashi. Mezini. Kemal Gashi. Mezini. Më pas jetë mirë Gashi. E merr topin numri 22 Rakic. Rusicic. Vendoset edhe njerë skuadrën poshjake. Pavlović, Rakic. Dhe goditja e numri 7 Emir Hoxhić. 6-2 për Radnik Bielin në minutën e 31. Ajo që duhet i vërtetuar është që në mungesë kampionës së Uelësit, Radnik Bielina pati 2 ditë pushim, ndërkohë që Tirana nuk luajti në ditën e parë, luajti në ditën e dytë dhe në midis ditës së dytë dhe të fundit me takimin Bosnjakët kishte vetëm një ditë pauzë apo për të rekuperuar forcën. Megjithatë, nuk janë këto detaje që për justifikojnë paraqitjen e Tiranës, që edhe në këtë edicion të tretë të raundit paraliminator të UEFA Futsal Champions League në sallën olimpike Feti Borova, përsëri është destinuar të eliminohet. Për te i përpjekjeve, investimeve, por ndërkohë jashtë përpjekja numri 11 Jovic ka pushim. Shohim se për cilin është pushimi. Pra merr pushimin Tirana, ndërsa kanë mbetur dhe 8 minuta 46 sekonda deri në përfundim të pjesës së dytë dhe krejt takimit. 6-2 për Radnik Bielin. Ndërkohë skuadra të rikthehen në fushën e lojës. Ky është shansi i dytë që u dha Tiranës në të 3 organizime në sallën olimpike Feti Borova për të kaluar raundin. Vjet përballë Dudelansh. Madje kryesonte 3-0 dhe faul i Kelmendit ndaj numrit 11 Jovic. Faul i 4, madje vjet me Dudelansh kryesonte 3-0 dhe humbi 4-3 në mënyrë të çuditshme. Tani më e dinte forcën e kundërshtarit dhe si të thuash ishte përgatitur për këtë lloj situate që kryeson 6-2 tani më Radnik Bielina. Largon topin Kelmendi, 4 faulle të Tiranës. Rusicic. Kjo përplasje midis Jovic dhe Da Silvës. Da Silva. Nuk arrit të dalë dot Tirana nga fusha, nga zona saj. Edhe 8 minuta.
Tjetër i vënë janësore nuk arrin më Kelmendi të maturoj veprimet e tij. Ruzicic. Pasaj edhe Pavic. Ruzicic. Pavic godi e këndi. Ruzicic. Pavlovic. Ruzicic, por vjen Arnautovic me shpejtësi për të mbajtur brenda vije kufizuese të fushës. Pavic dhe Da Silva, Pavic jashtë. Pra golit të shtatë Radnik Bjelina. Kaca dhe mbyllet mirë Ruzicic. Largon topin Pavlovic. Rival janësor për bardhë blut. Ndërkohë po luan me 5 lojtarë Tirana. Pishtani do të bëjë rolin e portierit edhe të lojtarit. Duket si e tepërt një diferencë për 4 golësh, por gjithsesi kjo është zgjedhja e strategjisë dhe Ruzicic, mirë po mbyll mirë Pishtani. Zgjedhja e strategjisë nga trajnerët e skuadrës së bardhë blu. Kelmendi. Pishtani. Kelmendi. Mezini prekja fundit e bardhë bluve rivonje fundore për Radnik Bjelin. Marinkovic. Merr topin Mezini, mbi traun e portës. Mund të kishe bërë më mirë. Marinkovic. Midis lojtarëve bardhë blu, Jonuzi. Emër Marinkovic. Ndërhyn Jonuzi, rival janësor për bosnjakët pranë zonës së Tiranës. Pavlovic. Ruzicic. Përsëri Ruzicic. Marinkovic. Pavlovic. Arnautovic. Ndërhyrja e Kacës, rival janësore për Radnik Bjelina. Ruzicic. Pavlovic. Përsëri Ruzicic. Arnautovic. Pavlovic. Marinkovic. Largon Kelmendi për pjekjen e Pavic për gjetur golin e 7. Kelmendi. Jonuzi. E nuk kuptohet me pjesën tjetër të skuadrës, rival janësore për Radnik Bjelina. Marinkovic, ndërhyrja Da Silvës goditje këndi për Radnik Bjelin. Arnautovic, Ruzicic, Pavlovic, Arnautovic, ndërhyn Da Silva në dy kohë, e largon topin, niset më pas edhe numri 2 Jetmir Gashi. Kaca. Kelmendi. Përsëri Kaca. Pishtani. Kaca. Largon Ruzicic. Kaca. Pishtani. Përsëri Kaca.
Kaca. Ndërkohë provon Ruzicic nga porta në port, por jashtë. Kërkon dhe faul. Jemi me Pishtani. Pishtani. Kelmendi. Kaca. Përsëri Kelmendi. Edhe njerë Kelmendi. Pishtani. Kaca. Kelmendi. Pishtani. Pishtani. E mbyll numri 20 Semir Hoxhic. 6-2 për Radnik Bielin. Kelmendi. Kaca. Kelmendi. Kelmendi dhe pasaj edhe Pishtani. Marrin topin dhe jashtë edhe kjo përpjekje e Arnautovic nga porta në port. Rikthehet Da Silva në mbrojtje të 4 gëndorit të bardhë bluve. Da Silva me topin e gjatë. Rivolje fundore. Ndërkohë vjen edhe pushimi për trajnerin e Bosnjë Hercegovinës, Marin Korluka. Ndërsa kanë mbetur dhe 3 minuta 40 sekonda deri në përfundim takimit. Rikthehemi në fushën e lojës, ka përfunduar pushimin e tij dhe Korluka. E kështu që të dy trajnerët i kanë lezauruar pushimet e tyre. Ruzicic. Arnautovic. Rakic. E mbyll Kemaligar. Da Silva. Përpiqet numri 11 Tajiri. Ruzicic. Rakic. Më pas edhe numri 20 Semir Hoxhic. Pavlovic. Arnautovic. Ruzicic. Arnautovic. Rakic. Përpiqet Semir Hoxhic, ka larguar Kemal Gashi, rival jancor për Radnik Bielinën. Mbi traun e portës Ruzicic. Da Silva. Dhe do të nisë më me shpejtësi, më përpiqet të marrë topin numri 8 Trifkovic. Ruzicic. Kaca. Më pas edhe Tahiri, reagimi miri, Ruzicic. Mezini. Kemal Gashi. Pishtani. Përsëri Mezini. Pishtani, por e mbyll Ruzicic, megjithatë këmbgul edhe një herë tjetër Mezini. Tahiri, bllokohet. Arnautovic. E ndërkohë rivën jancore prekja fundin e numrit 8 Trifkovic.
Rusicic. Trifkovic. Provon Arnautovic, vetëm rivëllje fundore Da Silva. Nuk arrim më pas edhe Tahiri, edhe pse ka parë edhe daljen e portierit Rusicic. Jemi në 2 minuta 04 sekonda. Arnautovic. Kemi hyrë në minutën e 39 të takimit. 6-2 për Radnik Bielinën. Ndërkohë duhet të rkitet nga bankina bosnjake Arnautovic. Dhe goli 7 ka shënuar pikërisht Rakic në minutën e 39. 7-2 për Radnik Bielinën. E njëta skem, i njëti pozicion, i njëti finalizim dhe 7-2. Gjithmonë kërkohet shtylla e dytë. Kemal Gashi, Mezini. Gashi. Pishtani. Mezini. Rivëllje nësore. 1 minutë e 24 sekonda. Vjen më pas edhe Kelmendi. Pishtani. Kaca. Kelmendi. Mezini. Përsëri Mezini. Pishtani. Kaca. Jemi në minutën e fundit të takimit. Mezini. Përbigjet edhe Pishtani, rivënjallësore për bosnjakët. Niset me njërë skuadra bardhë dhe blu. Pishtani. Kelmendi. Edhe njërë Kelmendi. Pishtani. Provon Mezini, 23 sekonda loj. Kaca. Godit e këndi. Sekondat e fundit. Pishtani. Mezini. Kjo ndërhyrje e Pishtanit, me gjithate këtë vazhdo loja. Është ka mbetur i dëmtuar numri 8 Trifkovic. 9 sekonda nga fundi lojës. Rusicic. Në lojë edhe Markovic. Ska më kohë për asgjë. Ndërkohë ka edhe një faul. Faul i parë që shkakton skuadra bosnjake në pjesën e dytë. 1 sekond ka mbetur nga fundi lojës. Vjen këtu vërshëllima e fundit, 7-2 për Radnik Bielinën, e cila kualifikohet për në raundin tjetër. Tirana në vendin e dytë me 1 fitore dhe 1 humbje. Për pak sekonda unë do t'jem në parket për protagonistët e këtij takimi.